2025 ishte një nga vitet me problematika shumë të mëdha dhe me dëme të konsiderueshme në ekonomi dhe në mjedis. Në bazë dhe zbatim të vendimeve të Këshillit të Ministrave për vlerësimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe të strategjisë kombëtare dhe të planit kombëtar, ne jemi përqendruar drejt për së drejti për këto masa, duke i bërë paraprit të gjitha investimet që Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Ministria e Mbrojtjes dhe Qeveria Shqiptare alokon drejt për së drejti për këto, duke rritur kapacitetet në nivel kombëtar dhe jemi duke punuar për kompletimin e të gjitha stacioneve dhe drejtorive të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit dhe të strukturave të tjera që janë në terren dhe që reagojnë mbi bazën e parimit të veprimit në njësinë vendore përkatëse, por njëkohësisht duke forcuar dhe kapacitetet e tjera në nivel kombëtar, qoftë ato të forcave dhe të strukturave operacionale qendrore, sikurse janë forcat e armatosura, policia e shtetit, apo shërbimi mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, urgjenca mjekësore, vullnetarët, por edhe nëpërmjet ajrit, ku jemi duke finalizuar përfundimisht ose në gatishmëri pothuajse për blerjen përfundimtare të avionëve, të cilët do të mbështesin flotën tonë ajrore, e cila disponohet tashmë qoftë me helikopterët Cougar apo dhe me Black Hawk. Kjo jo domosdoshmërisht do duhet t'i bëjë njerëzit të presin vetëm nga ajri, pasi menaxhimi dhe parandalimi i efekteve të zjarreve është shumë e rëndësishme të bëhet nga toka me të gjitha kapacitetet që lidhen me njësitë e pushtetit vendor, duke marrë masa qoftë me sinjalizues apo për të vepruar në një kohë reale për të mos lejuar marrjen nëpër masave dhe zjarreve masive të cilat shpeshherë dalin nga kontrolli dhe më pas nuk bëhet e mundur qoftë edhe me flota të cilat mund t'i kenë në dispozicion shtete të fuqishme.